Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kritikuar rreth për Iranin për atë që e cilëson si shkelje të armëpushimit, duke e paralajmëruar për shkallëzim të mëtejshëm nëse Teherani nuk pranon një marrëveshje të re. Në një postim në platformën Truth Social, Trump deklaroi se Irani vendosi të qellojë dje në ngushticën e Hormuzit, një shkelje e plotë e marrëveshjes sonë të armëpushimit, duke shtuar se disa nga ato shtënat kishin në shënjestër një anije franceze dhe një anije tregtare britanike. Ai e lidhi këtë zhvillim me negociatat e ardhshme, duke theksuar se përfaqësuesit e tij po udhtojnë drejt Islamabadit për bisedime. Trump komentoi dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, duke deklaruar se mbyllja e saj dëmton më shumë Iranin se sa SBA-n. Sipas tij, ata po na ndihmojnë pa e ditur dhe janë ata që humbasin me kalimin e mbyllur $500 milion në ditë, ndërsa shtoi se anije të shumta po drejtohen drejt porteve amerikane për furnizim. Në të njëjtin postim, presidenti amerikan përdori tone të ashpra paralajmëruese, duke theksuar: "Ne po ofrojmë një marrëveshje shumë të drejtë dhe të arsyeshme. Nëse nuk e pranojnë, Shtetet e Bashkuara do të godasin çdo centralë energjie dhe çdo urë në Iran." Ai e përmbylli mesazhin me një qëndrim edhe më të prerë: "Do të rrëzohen shpejt, do të rrëzohen lehtë. Është koha që të përfundojë makina vrasëse e Iranit."